A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ash-shurafa wa ba'd. Falëndrimi dhe lavdata i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salatu selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Ligjëratën që do ta folim sonte është një ligjërat shumë e rëndësishme. Do të flasim disa fjalë rreth një shkrese apo risale që e ka shënu një për djetarve bashkohor, hoxha dhe shejkhu jon i dashur Ali Khudair, Allahu Ali Roft. Në këtë risale hoxha përmend bazat e grupit të ri, pra bazat të cilën bazohet apo shenjat që mundna me i dallu grupin e ri prej grupit të vjetër. Po më thonë më sangsisht, më precis, hoxha në këtë risale i përmend shenjat apo bazat e atyre të cilët e tradhtuan grupin e vjetër të davetit. E tradhtuan grupin bazë të thirrjes dhe ripërdridhjes islame. Pse është shënuar ky libër dhe pse mbahen këto lloj tematika? Këto lloj tematika shënohen edhe mbahen që ta dinë secili prej muslimanëve se kush janë ata që kanë tradhtuar. Me shpresë që të jemi sa më larg prej tyre. Mos m'ja mundsu vetës as me i pa me sy, e lërmo me dëgju prej tyre, e lërmo me ul me ta. Pra me qëndru sa më larg atyre të cilët e kanë tradhtuar menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu hoxha jep disa sinjale dhe disa baza të cilat, rreth të cilat bazave ata e proklamojnë thirrjen e tyre. Thot falënderimi takon Allahut, Zotit të botrave, salat e selam qofshin mbi pejgamberin, mbi më të mirin për pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi shokët e tij të gjithë, edhe më pastaj. Ky libër është shënuar, mundi me thonë ndoshta para një 23 deri 26 deri 27 deri 30 vite ndoshta. Dhe kështu prononcohet hoxha duke thënë: Inna sahwata al-ummi fi al-awinati al-akhirati bada'at ta'ishu azimmatin mutalahiqa wa la budda an na'i anna hadhihi al-ahdath allati ta'sifu bi sahwati al-umm wa tuhaddidu tafkikaha laysat ahdathan fardiyyan wa laysa aydan min bab az-zallati aw kabwati faris bal hiya tawajjuhun yahmilu في طياتها أصول وركائز تخرج لنا من بين الفينة والأخرى. فبعد أن كانت صحبة الأم تعيش متماسكة قوية انشق منها الآن توجيهان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Thot, grupi i ripërthirjes islame të davetit dhe ndjerës në pa menhexhis të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot në kohën e fundit është duke fol para 30 viteve, para 25 viteve. Thot në kohën e fundit janë duke ndodhur disa probleme në këtë rrymë të davetit dhe të thirrjes, e cila rrezikohet prej ndarjeve. Thot, e këto ndodhi që janë duke ndodh kohëve të fundit në xhamatin e muslimanëve, në xhamatin bazë të muslimanëve të thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu taala, nuk janë ngjarje kalimtare, nuk janë ngjarje të thjeshta, nuk janë ngjarje personale, po janë ngjarje të cilat me vete mbartin baza dhe shtylla, të cilat kohë pas kohe i nxjerrin në mejdan. Thot, pasi që kjo rrymë e davetit, ky grupi i davetit, i cili është baza, ishte i fortë, i lidhur njëri me tjetrin,
انشقت منها الآن توجهان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Prej këtij grupi janë dalë dy grupe. Prej këtij grupi kanë dalë dy grupe. Wala hawla wala quwata illa billah. Thotë e para, asraniyun. Një grupi tradhtarësh që janë dalë prej grupit bazë të thirrjes së menhexhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë asraniyunët. Kush janë këta? Këta janë të moderuarit, të modernizumt. Wa haulai awwalu firqatin inshaqqat wa hum almaniyun bi thiyabin islamiyya. Thotë kjo është grupi i parë i cili është nda, ka tradhtu. Dhe ky grup janë laikët me fotografinë e islamit. Thotë dhe kena fol për bazat e tyre mëgjërësisht në për vende tjera. Grupi tjetër është rryma disfatiste. Rryma disfatiste, që ka rënë disfat, ka humbë. Thot, ky grup është në hapat e para të formimit të saj. Është në hapat e para të formimit të saj. Dhe ku pas kohë nxjerrin në pa baza, kur tham baza e kam për qëllim baza të cilat ata ja përkatësojnë shariatit, e që nuk janë shariat. Thot, ku pas kohë i nxjerrin në pa disa prej bazave, të cilat i përshtatin me kohën të cilën na jetojmë. Pra mundohen të i përshtaten kohës. Pra bijnë baza për t'ju përshtat kohës, dhe nuk mundohen kohën dhe gjeneratët të përshtatin shariatit. E ndryshojnë shariatin dhe vimi diçka të rej për shkak përshtatshmërisë me kohën dhe vendin ku na jetojmë. Pastaj këtyre bazave u anveshin petkat e Ehlisunetit dhe xhamatit, i aveshin petkat e ijtihadit të lejuar, thot, dhe kohëgjatësia e këtij grupi nuk kalon më shumë se 2 vjet apo e diçka parafërsisht. Thot, do të flasim hoxha, do të flasim për grupin e dytë. Dhe vini re vllazni. Këto baza që i përmend shehu në këtë risale janë shumë të rëndësishme për ta ditë ju kur ta ndëgjoni dikant të fol prej dietarëve dhe xhallarëve. Edhe në qoftë se sillet rreth këtyre muhabeteve, ta dini që është prej tradhtarëve. Ta dini që është prej tradhtarëve i cili ka tradhtu bazën, menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ta gjeni një person të tillë vetëm se ndihmues të tagutit në çdo vend dhe në çdo kohë ku ata jetojnë. Do të flasim për grupin e dytë, i cili është nda prej bazës. E ajo në kohën e fundit thot quhet as-sahwatul jadida, zgjimi islam i ri, apo grupacioni i ri, apo ripërtrirësit e ri, apo ripërtrirësit e dytë, apo zgjimi i cili përshtatet me vendin dhe kohën, apo përmirësimi i ripërtrirës islame. Përmirësimi i ripërtrirës islame, apo grupi mesatar, apo grupi i rinovimit të diskursit islam. Këto i ndëgjoni në për fjalë të shumë prej xhallarëve dhe shumë prej dietarëve para xhallarëve, të cilët thithin prej atyre që kanë devijuar atje në botën arabe dhe pastaj të njëjtat devijime i shpërndajnë nëpër botë kudo që ata veprojnë. Rinovimi i diskursit fetar. E ndëgjon për shembull këtë fjalë prej Aidel Karnit, një prej mikrofonave të tagutit. Rinovim. Do të vim tashmë me një grup mesatar i drejtë. E cili është ky grup mesatar? Islamin të cilën thirr Muhammed bin Selmani. E keni qartë? Na besimtarët muslimanë thrasim në islamin të cilin e promovoi Muhamedi i biri Abdullahut. E Aidel Karni thot, na thirrim në islamin të cilin e promovon Muhammed bin Selmani, princi i kurorës. E kur ta shish islamin të cilin ai e promovon,
është degenerimi, është zinaja, është alkoholi, është futja e të tjerëve për jo besimtarëve nga dyshin arabik, është kufri dhe shirku, edhe kështu me radhë. Në këtë lloj të islamit thrasin këta të devijuar dhe këta tradhtar. Apo thon ndryshe, ata i thon vetis rryma mesatare e drejtë, apo grupi i drejtë dhe grupi mesatar. Thot, ky grup i ka këto baza. E para, në kaptinën e imanit dhe kufrit. Thot, fa fi babil imani yattajihuna ila al-irja wa fi babi at-takfiri ila at-tajahhumi. Thot, në kaptinën e imanit, thot, janë të drejtuar drejt irgjas. Çka është irgjaja? Mos konsiderimin e veprave si pjesë përbërëse të imanit. Pra, murxhiet tek ata imani është besim me zemër dhe shqiptim me gjuhë. Vepra është pjesë plotësuese, nuk është pjesë përbërëse. Kurse te Ehlusuneti dhe Xhamati vepra është pjesë përbërëse. Nëse mungon vepra, mungon edhe imani. Tek murxhiet, nëse mungon vepra, nuk mungon imani, mirë po është jo i plotësuar. Thot, tradhtarët e kohëve të fundit, për në vaktin e vetë është duke fund, se tashmë këtë tradhtar e kanë marrë, këtë terrenin e kanë marrë, për fatë të keq. Thot, në kaptinën e imanit, anojnë ka irgjaja. Veprën nuk e konsiderojnë pjesë përbërëse të imanit. Në kaptinën e tekfirit, drejt xehmizmit. Thot, dhe për këtë, i shef se ata nuk e bëjnë tekfir, sharsin e Allahu, derisa ta beson me zemër. Nuk e bën tekfir gjykatësin që gjykon me ligje të kanunit, derisa ai beson me zemër se lejohet gjykimi me këto ligje. Thot, wala man tawalla al-kuffara hatta ya'taqid. Nuk e bëjnë tekfir ata që imitsojnë qafirat, derisa ta besojë me zemër. Wala man yatakhalafu ma al-kuffari hatta ya'taqid. Po ashtu nuk i bëjnë tekfir ata që bëjnë aleancë me jo besimtar kundër muslimanëve, derisa të besojë me zemër. Derisa me zemër ta konsideron që lejohet. Për derisa ai beson që me zemër nuk lejohet, mirë po me vepër e bën, ky grupi tradhtarëve nuk bëjnë tekfir. Wa hadhihi al-mufradat in qabalat ila asli huwa al-irja'u wa min usulihim fi bab at-takfir. Dhe këto janë disa prej pikave të bazave të irgjas edhe në kaptinën e tekfirit. Thot, në kaptinën e tekfirit i ndëgjon ata duke tërheq vërejtje prej tekfirit në mënyrë përgjithshme pa detalizuar çështje. Sa të përmendet mesela tekfirit, më njëherë tërheqin vërejtjen. Dhe nuk japin detale. Nuk thojnë për shembull, po duhet mi bëu tekfir krishterë dhe jehudë dhe mushrik, ata që adhurojnë Zotin pas Allahut, dhe kështu me radhë. Tërheqin vërejtjen më njëherë dhe dojnë me mbyll mos me ekzistu kjo meselë tekfirit në mesin e muslimanëve. Hadhë se tekfiri është prej bazave të fesë Allahut subhanahu wa taala. Ai që nuk i bën tekfir krishterë dhe jehudët, Islami i tij nuk është i saktë. Dhe për këtë negacion ka pu fjalë Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab në negacionet e Islamit e treta. Men lam yukaffir al-mushrikina aw sahhaha madhhabahum aw shakka fi kufrihim faqad kafar. Ai që si bën tekfir mushrik apo e saktëson madhhabin e tyre ose ka dyshim në kufrin e tyre, ky person ka bërë kufër. Domethënë kjo është negacion për negacionet e Islamit dhe këta tradhtarë ti shef se tërheqin vërejtjen prej tekfirit që mos më marr me tekfirin në mënyrë të përgjithshme pa dhënë ndonjë detaj. Kjo është prej bazave të tyre. إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما وفي كل مسألة سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في مسائل الظاهرة لمن قامت عليه الحجة مع أنه اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع ولهذا فليس عندهم أعيان يكفرونهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. Mojniment. Kur i ndëgjoni këto fjalë prej dikujna që mba ligjërata, hoxhallar dhe dietar mos i ndëgjoni. Mos merrni ilm prej tyre. Cilat fjalë? Në qoftë se ata tërheqin vetëm prej tekfirit në mënyrë përgjithshme pa dhënë detale. Siglet madh ka bi tekfirit. E para, e dyta, ata të cilët i përgjithsojnë termet e
dallimit mes fjalës dhe ai që ka folur atë fjalë, veprës dhe vepruesit, fjalës dhe folësit. Pra, bëjnë çdo herë dallimin mes vepruesit dhe veprës, mes fjalës dhe folësit. Çdo herë bëjnë dallime, pa ndonjë detalizim. Edhe në qoftë se kjo kaptin ka të bëjë me shirkun e madh, apo në çështjet që janë të qarta në shariatin islam, për personat të cilët i është ngrit argumenti. A e kuptoni se kuptoni? Thot, tamam, kjo vepra është shirk, ama vepruesi nuk është mushrik. Vepra është shirk, ama vepruesi nuk është mushrik. Ama interesanti është se këtë e përdorin vetëm kapitullin e kufrit dhe shirkut. Ama me bëu dikush më i thon, po kjo që pi alkohol, a quhet alkooliçar ajo? Kjo që bën zina, a quhet zinaçar apo jo? A ka dallim mes veprës dhe vepruesit apo s'ka dallim? Ai që vjedh, a ka dallim mes veprës së tij edhe atij as ka dallim? Apo si të vjedhë, vepra është vjedhje dhe personi që ka vepruar veprën është hajn, vellajduk. Zinaja është zina dhe vepruesi i kësaj vepre është zinaçar. Alkoholi është alkohol dhe pirsi alkoolit është alkooliçar. Shirku është shirk dhe vepruesi i shirkut, ata thojnë nuk o mushrik. Thot, dhe këto përgjithësime i japin edhe në qoftë se çështja ka të bëjë me bazat e fesë Allahu subhanahu wa taala, su kaptina shirkut të madh, të kufrit të madh, apo të çështjet që janë të qarta në islam dhe personit i është ngrit argumenti, janë mbledh shkaqe dhe janë largu pengesat. Dhe për këtë shkak ti ke më pas se tek ata nuk ka person konkret që e bëjnë tekfir. Përpos atyre që Allahu i ka përmendur në Kur'an. Ata e bëjnë tekfir iblisin, sa Allah ka bërë tekfir, ama vepruesin e veprave të iblisit se bëjnë tekfir. Ata e bëjnë tekfir Ebu Xhehlin, ama vepruesit e veprave të Ebu Xhehlit se bëjnë tekfir. Ebu Xhehlin po, se ka citat. Firaunu hadhi al-umma. E bëjnë tekfir Firaunin, ama një person që e bën veprën e Firaunit nuk e bëjnë tekfir, derisa të besojë me zemër. Jo se Sirina e ka pas me zemër ajo. Po Firauni ka bërë tekfir Allah. Thotë dhe kime e po, thotë hoxha, dhe ti kime e po sa ata, tek ata nuk ekziston një person konkret që ata e bëjnë tekfir. Përpos atyre që Allah i ka përmend Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë, braktisja e mësimit dhe kuptimit të kaptinës së tekfirit. As nuk mirë me këtë mesele. Ka studiu ndoshta 20-30 vite, këtë mesele as që ka prek, as që ka lexue, as që ndon me dëgjue. Braktisja e mësimit dhe kuptimit të çështjes së tekfirit dhe tërheqja vërejtjes prej shqetësimit me këtë mesele, apo mësimit të kësaj mesele në për xhamia dhe në për ligjërata. Tërheqja e vërejtjes prej librave të imamëve të Nejdit dhe konsiderimi i këtyre veprave të panevojshme. Pra përsëritja këtyre çështjeve janë panevojshme. Janë shpjeguar një herë, u ka kry ky mohabet. Wa takraru kitabi at-tauhid al-Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala la da'i lahu wa hajru dirasat nawaqid al-Islam wa i'tibaru dirasataha fitnatun wa jur'atan ala at-takfir. Dhe këto njerëz thonë s'ka nevojë për përsërit këtë tauhidin. Po ai kena marrë një herë edhe u ka kry ky mohabet. S'ka nevojë me i fol meselet e negacionit të islamit. Për shkak se preokupimi me mësimin e të tjerëve, hoxhallarët në përxhamia, me ia mësu njerëzve negacionet e islamit, është një farë trimërie në meselën e tekfirit, edhe është fitne. Thot, adamu l-ihtimami bi masail al-wala'i wal-bara'i wal-bughdhi wal-mu'adati wa adamu l-ihtimami bi masalati al-kufri bit-taghuti wa yartadiduna annaha ghayra muta'abbidin bidhalika wa lan yas'alana Allahu anha. Walaysa fi ilmi dhalika fa'ida. Thot ata thon, të tradhtarët thojnë se nuk ka nevojë të preokupohej me çështjet e dashurisë dhe urrëties. Dashurisë dhe urrëties, armiqësimit dhe miqësimit për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe distancimin prej tagutit. Dhe i shef ata se janë shumë pak apo hiç të preokupuar me çështjen e kufrit të tagutit
Dhe çdo herë ata i përsëritin fjalë se Allah s'ka më na marrë pyetje për këtë çështje. Dhe preokupimi me mësimin e këtyre çështje për vetje dhe mësimin e këtyre të tjerëve nuk ka dobi. To fjalë i thoj. A keni pa në për pyetje përgjigje, në për ligjërata, kur flasim për tekfirin, kur flasim për dashurinë dhe urrëtitjen për Allah, kur flasim për mohimin e tagutit, duke dash me utall me besimtarët, kufri tagut, bëjnë hajgare. Ajo është bazë e fesë. Pa bu kufër tagut, s'ka më bu musliman. Kusht është. Tekfiri, bëjnë talje, pra me çështjet bazament të fesë Allah subhanahu taala, bëjnë hajgare në për prononcimet e tyre. Qofshin ato seminare, ligjërata, pyetje përgjigje dhe kështu me radhë. Pra duke dash me tërheq vërejtje për këtyre çështje, mos u mirni. Pse më jam i thujë besimtarët? Pse dush më koni mirë, i dasht, i afërt e kështu me radhë. Do më konë më i dasht të pejgamberit se do me qenë më i afërt të pejgamberit se do me qenë më i mëshirshëm se Allah dhe pejgamberi se po këto janë bazat e fesë Allahut subhanahu wa taala. Thot الإطلاق في مسائل العذر بالجهل والتوسع فيه حتى في الجهال المعاندين والمفرطين وحتى وصل الأمر عند بعضهم إلى إعذار جهال اليهود والنصارى. Thot, i shef ata se e përgjithsojnë çështjen e arsyetimit me ignorancë dhe zgjerohen në këtë çështje derisa i arsyetojnë edhe ata që çojnë inatçort dhe ata që janë neglizhent në mësimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala, derisa ka arrit te disa prej tyre që t'i arsyetojnë edhe ignorantët për krishterët dhe jehudëve. A kemi qartë? Kjo është bazë prej bazave të tradhtarëve. Kur ta ndëgjoni dikën duke folur për këtë meselë në përgjithësi dhe duke u xhënuar ta dini që meselja e tij nuk është si duhet. Çështja e tij nuk është si duhet. Thot derisa te disa prej tyre ka arrit gjendja që ata t'i arsyetojnë edhe ignorantët për krishterët dhe jehudëve. Dhe na i shohim dhe dëgjojmë. E vesim muftiun e Arabisë Saudite. Moni me, muftiun më i madhin në vend për fetva, më i dituri. Ustadhi i meseleve të akidës sipas tyre. E pyesin për papën. A lejohet me prej që papa në zjarë? Thotë jo, ku e ditin që ka vdek në fundaj? Paramendon për papën. A e keni parasysh? Që ky muftia është një prej tradhtarëve që kanë qenë bashkë me Ali Kuderin dhe me të tjerët, prej ulemave dhe dietarëve. Bashkë kanë qenë. Në të si gjenerat, aty pare me gjenerat janë, paka shumë gjenerat me vite. Bashkë kanë qenë. E pyesin, a lejohet me prej se papa është zjarë? Thotë, mësu gutni. Më thonë, tërheqet vërejtës prej tekfirit që ty s'ta nërmenja. Ama kur është puna me folë për xhavarish në thojza, ta pkutin tekfirit, se bëjnë më bet. Për papën, se di që ku me di që shka vdek në fundaj. Papa. A keni vërasish? Dhe më thonë, thot, ka arrit çështja të disa prej tyre, sa që i arsyetojnë edhe ignorantët prej krishterëve, edhe prej jehudëve. Thot, ad-da'watu ila at-tasamuhi was-salami al-alami wat-tardidu dhalika. Bëjnë thirrje për tolerancë dhe paqe botërore, ndërkombëtare, dhe të në kohën i përsërisin këto fjalë. Islami thret në paqe, Islami thret në tolerancë, Islami kështu. Qafirat vrojnë musliman, ki thot Islami tolerancë, ato vrojnë musliman, të Islami tolerancë, Islami paqe. Me bomi asha dikush muslimanve, nanë ose familjen, sytja qëtë. Tolerancë me qafirat që të vrasin, a musliman, për një gjuna, për një gabim vogël, sytja nxerr. Ta marrë një cikël ligjërata pa problemit. Të janë prej bazave të tyre. Thot, tahdhiru min takfirit tughati al-mubaddilin wa nabdhu man kaffarahum wa adahum ala hadha al-asl. Thot, ata tërheqin vërejtjen prej personave që i bëjnë tekfir tagutat të cilat e kanë ndryshu shëriatit dhe kanë zëvendësu me kanune.
tërheqin vërejtën prej tyre dhe prej atyre që i bëjnë tekfir dhe i armiqsojnë duke u bazuar në këtë bazë. Në qoftë se ndëgjojnë dhe shohin dikant prej muslimanëve, prej besimtarëve që i banë tekfir tagutat që e kanë zëvendësuar shariatin me kanune dhe janë duke vepruar me këto kanune dhe për këto kanune vrasin dhe për këto kanune burgosin dhe për këto kanune debojnë. Thot, kjo grup e që është nda prej bazës tërheqin vërejtjen. Thot, gjalu ashkhasin muajjinina min as-siyasiyina humul mi'yar wal mizan. فمن كفرهم مع أنهم أتوا بأسباب الكفر الصراح وانتفت الموانع فهو حريري وتكفيري وصاحب فتنة وليس من أهل السنة. Thot, ky grup i vendosin disa persona konkret bazë, shembull. Për shembull, Erdogani, ky është shpëtimtari i umetit islam. Ose ma herët Mursi në Egjipt, ose dikush tjetër, në një grupacion, Mohamed bin Selmani atje, to janë shpëtimtarët. Dhe thot hoxha, femen këtharahum, dhe kush grizëm i bot të këfir, thot, për shkak se ata kanë vepru shumë shkaqe për i bot të këfir. Ata kanë vepru shumë shkaqe për i bot të këfir, dhe del të kush i van të këfir për shkaqeve të kufrit që ata kanë vepru, musliman të i bot të këfir. Thot, ky grupi dietarëve dhe hoxhallarëve me njëherë personin e tillë e shfaqin për xavareç. Edhe për tekfirt dhe nuk e konsiderojnë prej ehli sunetit dhe xhamatit. Edhe një prej tyre personat që është akuzuar padrejtisht është vetë Hoxha al-Khudairi. Edhe Hoxha Nasr al-Fadi, edhe Hamid al-Khalidi, edhe shumë dietarë tjerë prej sunetit dhe xhamatit kudo që janë në përbot, për shkak të tekfirit të tyre që i kanë bërë tagutat të cilat e kanë zëvendësuar shariatin me ligjet njerëzore. Këto janë prej bazave që ata i kanë. Bazë tjetër është hedhja totale e kaptinës së xhihadit. Do të thonë abrogimi total, komplet i kaptinës së xhihadit me armë. Dhe komplet hadithet dhe ajetet që vinë në kaptinën e xhihadit, ata i spjegojnë në xhihadin me fjalë, xhihadin e vetës, me luftu me vetën tënde, me ndar vetën prej gjunave dhe shumë radh, pavarësisht veprimit të besimtarëve kundër muslimanëve. Kaptina e gjallë është e mbyllë, është e mshelt për këtë kategori të njerëzve. Thot, në kaptinën e fikut fatahu babet tarakhusi wastahdathu ma yusamma zura wa buhtanan bi fiqh at-taysir. Thot, në kaptinën e fikut janë fut në kaptinën e lehtësimeve dhe e kanë quajtur këtë kaptin padrejtësisht fiku i lehtësuar. Fiku i lehtësuar. Wa huwa ikhtiyaru ma yuwafiqu al-asra wa fihi yusrun ala an-nas. Za'amu. Thot, dhe proklamojnë atë se kanë zgjedhur prej fikut atë e cila i përshtatet kohës. Dhe është lehtësim për njerëzit sipas pretendimit të tyre. Në çështjet që kanë polemizuar dietarët. Por dietarët kanë polemizuar në mesele. Për shembull tash ke Kurban Bajrami edhe ishte pyetja ato që nuk janë haxh, a mi prej thojt a mos mi prej thojt? A mi prej a mos mi prej thojt? Ka polemikë të dietarët. Një grup i dietarëve mendojnë thojnë nuk lejohet me i prej thojt. Disa thojnë jo, nuk lejohet ata që janë haxh, ata që nuk janë haxh nuk vlen për shkak se hadithi flet për ata që janë haxh, jo për ata që nuk janë haxh. Tash ka dy mendime. Del njëri prej xhallarëve, tu na. Thotë çela. Ka ki mendim ashtu, ki mendim ashtu, cilën dush ta bësh ti, s'ka problem. Nuk mundet kështu. Njëri grup e ka gabim. Edhe pse dietarë që kanë bërë ijtihad shpërblen për ijtihadin e tyre. Dhe nëse njeriu është i bindur në çka ijtihad të dietarëve, inshallah shpërblet për veprën që ka bërë. Mirë po, me zgjedh sipas dëshirës tënde, cilën dush ta bësh, s'mundet. Pse?
Për shkak se thot hoxha, ilmen bi anna al-asla fi mithli hadha anna ma ikhtalafa fihi ahlu al-ilmi yurajjahu ar-rajihu bina'an ala ma dallat an-nusus alayhi. Thot, për shkak se në këtë mesele baza dihet se në çështjet që kanë polemizuar dietarët i jepet përparësi mendimi i cili është i saktë te ti. Sipas ijtihadit, përpjekjes, duke u këshill, duke i marr argumentet, shoqit argumente sheriatike prej haditheve dhe ajeteve, për ty meselia e fikut kështu të ka dalë. Edhe pse ka polemik. Thot mirë, po nuk lejohet ti më marr kur kush prej dietar nuk thot çela ndoshta marrsh ti. Tash gjaku me dol gjak pi trupit, ata prish, as ta prish avdesin. Ose gjaku, a është i pastër apo nuk është i pastër? Edhe më thon ty çela ndoshta pas ka lidhje. Po tash nuk mundur kështu. Ose ta prish, ose s'ta prish. Tregoje mendimin tanë që e kije. Mos thuj ç'është dush. Si dush laje teshën, si dush mos e laj, ç'është dush veprësh që ke qelluar. S'mundet kështu. O është te ti i papastër, o është te ti i pastër. Nuk mund me qenë edhe i pastër edhe i papastër. Edhe shumë mesele tjera. Prej çështjeve që kanë polemizuar dietarët. E çfarë thot hoxha? Thot o bihadha al-asl batil, dhe duke u bazuar në këtë bazë të tyre që është e kot, aftau bi ashya'in fi al-hajj wal-buyu'i wal-libasi wal-fada'iyati wa ma yata'allaqu bil-mar'ati wal-hijabi wal-lihyati wa salati al-jama'ati fi al-bayti was-safari biduni mahramin wat-tasahuli fi as-sima'i al-ghina'i wal-musiqa بحجة أن هناك فرقا بين السماء والاستماع وسفر من أجل الاستماع بالنساء بعقد ظاهره وهو جواز وحقيقته حيلة من أجل الاستمتاع فقط. Thot dhe duke u bazuar këtë bazë që kanë vendosur, e cila është e kotë, thot kanë dhënë fatfa të kota në kaptinën e haxhit, kaptinën e tregtisë, kaptinën e veshjeve, kaptinën që ka të bëjë me gratë, me hijabin e grave, me mjekrën të burrat, me namazin e burrave, thot në namazin me xhamat në shtëpi, udhimin e grave pa mahrem, lehtësimet të mëdha në dëgjimin e muzikës, duke bërë dallimin mes asaj e cila e ndëgjon dhe s'ki vëmendje dhe asaj që dëgjon dhe ki vëmendje, në kaptinën e udhtimeve për t'i martu gratë që fotografia për jashtë duket si duhet, në fakt është hile dhe është mut'a e cila është e ndaluar sheriatikisht. Thot krejt këta duke u bazu në fikhu të isin. Dhe dy shortë se, ishë e sot. Fatfa, a ban me shku gruja pa mahrem numre? Ban, so problem. Në haxh, ban edhe në haxh me shku. A ban kjo lejohet. A ban me shku në restoran ku ka muzik? So problem, se ti nuk shon për muzikën. Edhe lehtësime kështu me radhë, duke i marr lehtësimet e dietarëve, ai i cili i merr lehtësimet apo lëshimet e dietarëve e kanë grumbulluar të kotën tek vetja e tij. Thot, e katërta, dhe në kaptinën e qëndrimit karshi pasuesve të bidatit, thot istikhdamu siyasati al-ihtiwa'i wal muwazanati bayna al-hasanati was-sayyi'at. Thot dhe ishen kaptinën e qëndrimit karshi bidatxhive, e konsiderojnë çështjen duke u fut çështjen e bidatxhive, i fusin peshore, sa të mira ka ai, sa të këqija ka ai. Edhe pastaj mbas kësaj na veprojnë. Se çysh ka qenë qëndrimi i dietarëve të selefit ka shi bidatxhive. E posaçërisht bidatxhive të cilët e kanë proklamuar bidatën e tyre. E posaçërisht ka shi bidatxhive që kanë qenë me pushtet dhe kanë dënuar pastaj dietarët e sunnitit për bidatën e tyre. Thotë dhe i shef këtë grup të tradhtarëve që këtë kaptin i shtin peshore dhe i masin bidatxhit, sa të mira kanë, sa dobi kanë dhe sa dome kanë, si të del hesapi, pavarësisht bidatit që ai e ka. Pse ai është eshari, s'është problem. Pse ai e ka halife një laik, s'është problem. Pse ai bën thirrje në zgjedhjen e deputetëve që bëjnë ligje kundër ligjit islam, s'ka lidhje. Ja masin peshore, e shtin peshorën e tyre. Janë peshorën e shariatit. Se me donë peshorën e shariatit shumë e lejtë është funa. Prejet me njerë çështja, po në peshorën e tyre. Thot dhe kështu e kanë këtë basë. Thot,
وفي باب الموقف من العلمانيين والسياسيين استخدام أسلوب الحوار ومد الجسور وترك مجاهدتهم والاحتساب عليهم وحجر وصول السلف فيهم. Thot, edhe I shef ata se në raport me laikët, me politikanët, e shfrytëzojnë dialogun. Duhet me bo dialog, ndërtimin e urave, mos kundërshtimin e tyre, mos luftimin e tyre, mos demandin ka tyre, bëjmë dialog. Edhe I shef se deri ku ka arrit. Thot, në kapitinin e politikës mundohen që t'i kënaqin të gjithë. Thot, në kapitinin e politikës mundohen t'i kënaqin të gjithë, për t'i tërhequr nga vetja. Edhe në qoftë se me këto vepra I shkatrojnë bazat e Islamit, si tauhidi edhe kufrin tagut. Pra edhe në qoftë se edhe këto pika kryesore nga feja e Allahut I shtin në rrezik, nuk është problem. Me rëndësi është me I tërheq ata. Me rëndësi është ata me menu mirë për neve. Që shkemi folë disa fjalë prej Hoxhës Nasr el-Fedi, se mundohen ta zbukurojnë Islamin të ata dhe kështu me radhë. Jo be? Islamin do të proklamuar që ka proklamuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju ka thonë, ja qul ya ayyuhal kafirun. Shika. Sot më me thonë një I ri apo një hoxh, o ju qafira, një të këshire hes. Hiç bezdi politik, be abet, hiç bezdini jo. Po Allah I ka thonë Kur'an qështu. Pejgamberi se ka thonë qështu. Ai është drejtuar në këtë fjalë. Na jena pasus të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, edhe në qoftë se ata I prishin bazat e shariatit e fesë së tyre, si është tauhidi, apo bazat e dashurisë zoretës për Allah, apo çështjeve të kufrit të tagutit, apo kaptine, apo çështje tjera nga feja Allah subhanahu taala. Thot, ata bazë tjetër që ata e përdorin është se ata mundohen ta shfrytëzojnë rrugën e parlamenteve, e kuvendeve bashkohore, apo aleancës me laikët apo me politikanët për ngritjen e shtetit islam. Dhe këta ata programojnë, paramendon. Ju thonë qafirave, nëjna të bu me juve që të bëna në shtet islam. Nëjna të hin demokraci me juve, nëjna të hap parti politike, nëjna të bu aleancë me juve, edhe nëjna këna përshëllim me e bo shtet islam. Kështu është në botën arabe. Edhe këtë na mundohen prej në qoshe me I gjujt. Këto ma bëjti për në botën arabe bashkë kështu thrasin. E jo besimtarët ka me ta mundësu t'i këta. Me I paston pejgamberit sallallahu Ebu Gjehlit, këshirë unë jam të bo me ti aleancë bashkë, a më une, do me thonë, ka me ta mërë pushtetin ty, edhe ka me pushtet islam. Logika, e pranon këta. Ama, janë fut në këto loja. Janë fut në këto loja. Dhe pastaj, pas tradhtisë së parë, e lejtë është gjithçka. Kur të vdekë njëri, s'ka më dhimbta. Ama para vdekjes ka pas kancer, ka pas metastazë, dhimbta prej më të ndryshmeve. Ka mundësi, në momentin e vdekjes, ka dhimbje të mëdha. Dhe këtia merr ja copton trupin, copa e dha. Dhimbje ekstreme. Si ti dalë shpirti, krejt dhimbjet pushojnë. S'ka më dhimbje. Trupi mos s'ka më dhimbje. Edhe këta tradhtar e kanë problem tradhtin e partave. Si ta bëjnë të parën, pastaj mos ka dhimbje. Pastaj është më e lehtë gjithçka. Rruga është e qeltë, nuk ju vjen marrë, nuk skuqet, s'ka problem hiç. Hapin e parë flëm njëri derisa e kanë bërë derisa e bëjnë Allahu na ruaj. Pra mundohen të shfrytëzojnë demokracinë, kuvendet bashkëkohore, ku bëhen ligje pozitive të Allahut subhanahu taala dhe nëpërmjet saj, pastaj me ngrit shtetin e muslimanëve dhe nuk e kanë arritur dhe kur nuk kanë arritur për shkak se kjo nuk është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot hoxha në kapitullin e maslahatit thot taraku bayan al-haqq wa radd al-khata' bi maslahat al-ijtima'. Zamu thot e braktisin kapitullin e demantit. E braktisin kapitullin e demantit apo e braktisin shpjegimin e të vërtetës dhe demantit ndaj atyre që kanë bërë gabim, duke pretenduar bashkimin e safave të muslimanëve. Duke pretendu bashkimin e safave.
thot وتركوا التراجع عن الخطأ الذي يعترفون سرا أنهم أخطأوا فيه من باب المصلحة ووحدة الصف مع أن التلبيس فيه باق ولا زال نشره سار المفعول والاستغلال أهل الباطل له باق. Thot, dhe vazhdojnë mos të largohen prej grabimit që e kanë bë, edhe pse gabimin e njëjtë në sekret me njerëz e vet thonë që kanë gabu, dhe nuk kthehen prej gabimit me qëllim, sipas pretendimit të tyre, me qëllim të bashkimit të safëve të muslimanëve. Thot, edhe pse pasoja dhe rreziku i asaj që ata kanë bërë prej gabimit është i vazhdueshëm dhe rreziku është i vazhdueshëm. Dhe keni pa, duhet mu bashku musliman, mu bo bashk, ama me këto jo. Bashk me këto jo. Me një shari, so problem. Me një murgji, është problem. Me një laik partijak, është problem. Me krejt bashk. Me ata që proklamojnë zbatimin e ligjit të Allah dhe armiqësimin e qafirave, me këto jo. Për maslahata, për maslahatin e vetës vetë. Për shkak se gjali vëderi, Allah e rujt, Allah e forcoft, Allah e liroft, Allah në bashkoft në xhennet me ta, thot maslahatin zeamu e kam pretendu, se nuk që ashtu. Edhe ato e din që që ashtu, ama pretendim e ka. Kur t'ju rrezikot interesi i tyre personal, ja, s'ka bashkim, s'ka lidhe. Pse largohen për një personi i cili është në akide si duhet, po ka diçka probleme të moralit edhe të edukatës, se kanë problem me këtu. Ani pse ka akide si duhet. Moralin, edukatës është pak i vrashkë. Dhe nga ana tjetër shkon dhe vepron dhe bashkëvepron me dikën i cili ka problem në akide, ama e ka edukatën e mirë, s'o problem. Kjo nuk ka peshore shpirtike. Kjo peshore e epshit, e maslahatit tanë. Ty që ki maslahatin. Atë kuvenon ty ajo. Jo, a është në shariat qështu, apo nuk është shariat qështu. Këto janë bazat e aty që e kanë tradhtu menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të falë mëkatet tona, elusim Allahun që Allah të na mundson të jemi të vazhdueshëm në thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të na mundson të vdesim duke bërë thirrje në njësimin e Allah subhanahu wa taala dhe kufrin e tagut. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.